minus 3 kg për 10 ditë. Dua t'rregoj dhe juve se çka kam bërë. A humb pesh me detoksin? Po. A shkrim jam detoksi? Jo. Për 10 ditë në mënyrë konstante kam përdorur detoksin që mora tek Omega Detox dhe arrita rezultatin që doja. Por paraprakisht t'ju sqaroj diçka, detoksi nuk është një lëng magjik që ti e pi dhe të dobëson. Ai thjesht është fryrë dhe të heq ujërat e tepërta të trupit. Dhe gjatë kohës që pini detoks duhet të keni dhe një disiplinë të mirë ushqimore. Jo të pini detoksin dhe pastaj t'ia fusni me sufllaqe, se kështu asnjë lloj detoksi nuk ju dobëson. Të gjithë njerëzit që mua më njohin dhe më kanë parë më kanë thënë çka ke bërë sepse je dobësuar, je holluar. Detoksi pihet 3 herë në ditë, 330 ml në ditë, 20 minuta përpara ushqimit. Mbahet në ngrirje dhe nxiret 24 orë përpara konsumit. Aktualisht te Omega Detox keni edhe një ofertë aktive që është minus 50% ulje në të gjitha paketat dhe dietën e personalizuar e merrni falas. Nëse që mos të flas më shumë unë, po ju tregoj dhe rezultatet e mia dhe rrugtimin tim 10 ditor. Po sugjeroj shumë ta provoni. Ndiqeni tani. Jam munduar të kap disa sekuenca gjatë konsumit të detoksit. Duke qenë se unë jam gjithë ditën në punë, konsumi i ushqimeve jo të mira më kishte bërë që të merrja disa kile të tepërta. Që të shkoja në palestër apo të bëja ndonjë aktivitet tjetër unë nuk kisha kohë. Kisha shkuar 58 kg. Gjatë gjithë kohës unë kam qenë 55 ose 54 kg. Dhe unë aq doja të hiqja fiks 3 kg. Kush thotë që detoksi nuk ka shije të mirë gënjen, mua më ka kënaqur, ka pasur shije kastraveci. Asnjë lloj hidhërimi apo ndjesie të keqe në gojë. Duke qenë se konsumuoja edhe detoksi, më bënte të isha edhe më e kujdesshme gjatë konsumit të ushqimeve. Provojeni dhe do më falenderoni. E gjeni te Omega Detox. Këto janë